Atëherë, po ju a komunikoj vendimin e Agait për ditët në vijim. Her pas here, për gjatë qëndrimit tuaj në ferm, ju do duhet të komunikoni me gjuhën e kafshëve. E kemi bërë. Që do të thotë, kur të dëgjoni një tingull të caktuar, që mund të jetë ky që do dëgjoni tani, çfarë do të jeni duke bërë, cili do qoftë diskutimi, cila do qoftë biseda, cila do qoftë përkëdhelja, në atë çast ju do duhet të komunikoni me gjuhën e kafshëve. Deri në momentin që e dëgjoni sërish këtë sound që nënkupton se intervali kur komunikoni si kafshët ka përfunduar. A është e qartë? Po. Çfarë mendimi keni? Arban, kam një pyetje, mund të jenë edhe kafshë themi jo shtëpiake? Po, edhe kafshë jo shtëpiake. Gjithë bota e kafshëve. Shfrenojeni fantazinë. Kam vanile. Unë do bëj atë. Unë do bëj gjarë prit. Atë do ju s'ka bëbe. Unë do bëj pudër. Unë do bëj me lingonë. Ti mundo gjesh atë si bënde mamuti, Mamutja do bisedoj. Në qoftë se, t'ju them edhe diçka tjetër të rëndësishme, në qoftë se gjatë këtij intervalit ku do duhet të komunikoni me gjuhën e kafshëve, ndonjëri prej jush komunikon duke folur normalisht, pra me gjuhën e njerëzve, ikin 1.000 euro nga çmimi i madh. Nuk vlen fare kjo. Vlen ajo se kena njerëz që kanë shumë lek këtu. Këtu është aq e madhe pa përgjegjshmëria sa 1.000 euro e trajtojnë si 10 cent. Kështu që është e kot. A keni idenë se sa ka shkuar çmimi deri tani? Këtu merremi me kalamaj kopshti. Inshallah afër zeros. Këtu janë kalamajt e kopshtit kanë ardhur tek ferma VIP.